Jemi rikthyer në studio të nderuar miq, faleminderit që po vazhdoni të qëndroni me emisionin ton. Ndërkohë tani është koha për bisedën e dytë në studio. Do të flasim tani për një projekt që ka për qëllim sigurimet bujqësore. Në fakt kemi vërshime, këto lëm pasoja të ndryshme në tokat bujqësore edhe shumë shpesh bujqit nuk kompensohen. Qëllimi i këtyre sigurimeve do të ishte që ose këto sigurime do të ndihmonin që këto vërshime apo edhe ngrica dhe faktorët e tjerë klimatik të kompensohen dhe këto shpenzime të jenë më të përballueshme për bujqit. Korporata ndërkombëtare financiare, pjesë e grupit të Bankës Botërore nga viti 2021 ka filluar zbatimin e projektit për financim dhe sigurime bujqësore që synon të nxjisë pikërisht zhvillimin e sektorit bujqësor në Kosovë. Për këtë dhe shumë të tjera do flasim me të ftuarit në studio. Me mua sot kemi Suzana Dautaj, koordinatore në IFC, mirëmëngjesi dhe mirë se erdhët. Mirëmëngjesi. Gjithashtu ka Marian Bugarin, këshilltar politik në Ministrinë e Bujqësisë. Faleminderit dhe mirë se erdhët. Do të flasim pikërisht për sigurimet bujqësore, siç e theka në fillim zonja Dautaj, në vendin ton nuk e kemi fatkeqësisht shumë këtë kulturën e sigurimeve. Përveç se i sigurojmë vetëm makinat që është një detyrim. Çfarë synon ky projekt dhe sa ka qenë interesimi i bujqësve që t'i sigurojnë tokat e tyre bujqësore? Po duke pasur parasysh që ndryshimet klimatike po ndikojnë shumë keq në bujqësi, si dhe kanë ndikuar që të zvoglohet dukshëm prodhimtaria bujqësore, atëherë kudo në botë, jo vetëm në Kosovë, sigurimet bujqësore po bëhen më të rëndësishme dita e ditës. Në Kosovë, gjatë viteve të fundit, ka pasur dëme që janë shkaktuar nga faktorët klimatik. Këto dëme parafërsisht kanë qenë diku 5 deri në 6 milion çdo vit. Ndoshta shumicës prej neve e posaçërisht fermerëve ju kujtohet që në vitin 2017 ka pas dëme nga ngricat pranverore, ku vetëm për një natë që kanë rënë temperaturat në -5 gradë Celsius, janë bërë humbje më shumë se 30 milion euro të prodhimtarisë bujqësore. Andaj edhe kjo ka qenë arsyeja që korporata financiare ndërkombëtare, apo IFC që është njihemi ne, së bashku në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë, kemi filluar të punojmë në ndërtimin e sistemit të sigurimeve bujqësore, ashtu që t'i sigurojmë bujqit tonë ndaj këtyre faktorëve klimatik dhe ndaj këtyre dëmeve dhe që ata të përfitojnë nga kompensimet e këtyre dëmeve nga kompanitë e sigurimeve. Fillimisht, kur e kemi fillu projektin në vitin 2017, ne kemi bërë një studim fizibiliteti, i cili studim ka përfshirë edhe vlerësimin e profitabilitetit të shumë produkteve bujqësore. Në bazë të këtij kriteri, do me thonë për ato produkte bujqësore në Kosovë që janë më profitabile, do me thonë edhe ekonomikisht më komerciale, ne kemi bërë përzgjedhjen e 13 produkteve kryesore me të cilat kemi fillu pra të zhvillojmë produktet e sigurimit bujqësor. Kriter tjetër ka qenë sigurisht edhe ato produkte që kanë pas rrezikshmëri më të lartë nga faktorë ndryshim klimatik, mandej ka qenë edhe kriteri për ato produkte ku ka bujqi më shumë, do me thonë që i kultivojnë, si dhe ato produkte bujqësore që kanë më shumë potencial për eksport. Produktet të cilat i kemi bërë së bashku me Ministrinë e Bujqësisë mund t'i përmend janë molla, kumbulla, dardha, rushi, dredhza, ara, qërshia, vishnja, fasulja, misri dhe gruri. Janë edhe disa produkte tjera të cilat sigurisht në të ardhmen, janë edhe disa kultura bujqësore që në të ardhmen do zhvillohen produkte sigurimit për to, mirë po ato janë kultura që ndoshta në përqindje ndikohen më pak nga dëmet në bujqësi. Pra këto kultura të përzgjedhura janë kultura të cilat ndikohen nëse ndodh një faktor klimatik, atëherë këto ndikohen dhe humbin mbi 50%. Do me thonë, mund të shkatruhen mbi 50%. Tani më, të gjitha këto produkte janë në shitje, së bashku me Ministrinë e Bujqësisë. Ministria e Bujqësisë ka punuar shumë edhe në aspektin e subvencionimit edhe financimit të fermerëve edhe në blerjen e polisës, ashtu që këtyre fermerëve t'ja u bëj më të lehtë blerjen e polisës.
Para se sigurisht bashkëbiseduesi i ynë sot do të flasë më shumë me këtë, unë do kisha ta përmend vetëm një fakt i cili është shumë i mirë për Kosovën, që Ministria e Bujqësisë në 2 vitet e fundit ka vendosur që të subvencionoj 75% të primit të sigurimit të fermerëve, për të gjithë fermerët, për të gjitha produktet. Kjo vlen të përmendet sepse ne kemi bërë një studim dhe kemi përfshirë disa shtete në rajon, por edhe disa shtete të Bashkimit Evropian. Dhe kemi pasë në shumicën e shteteve të rajonit, por edhe të Bashkimit Evropian, subvencionimi bërë 30-40% ose mësë shumë të 65%. Do të thotë vendin tonë jemi me 1% goxha më të lartë në krahasim me vendet e tjera. Sakt. Pra, bujqët tanë, sa i përket sigurimit bujqësor, janë shumë të privilegjuar dhe ky subvencion 75% është ndër më të mëdhenjt në rajon dhe Po sa ka qenë interesimi tyre që ta blejnë policën dhe t'i sigurojnë tokat bujqësore, duke qenë se e thash edhe në fillim, duket sikur vend, sikur popull hezitojnë paksa t'i sigurojmë qoftë punën ose shtëpinë ose gjëra tjera cilat janë të rëndësishme ose edhe shëndetin. Po në këtë rast ne jemi duke shqitur polisa diku që 3 vite, 4 veçme. Në vitin e parë kemi fillu për shembull në shqitjen e polisës të Mjedrës, sepse ka qenë si produkt i finalizu Mjedra në atë kohë. Edhe kemi bërë si pilotim të projektit. Mandej në 2 vitet e fundit kemi shqit edhe për produkte tjera. Vërejhet gjithsesi një interesim i fermerëve, kemi pasur shumë takime me fermerë, kemi organizu shumë kampanja vendisimi, së bashku me ministrin, edhe ja u kemi spjegu të gjithë fermerëve ku janë përfitimet, do me thonë qofse ata sigurohen dhe në qofse e mbrojnë prodhimtarin e tyre. Do thotë që një mund t'i vetë disoni në një farë mënyrë ata? Po, gjithsesi, duhet vedisim, është produkt i ri, është mekanizm i ri financiar, edhe sigurisht i duhet pak ko fermerit edhe tregut ta absorboj edhe ta kuptojnë ndoshta rëndësinë e tij. Dhe ta kuptoj rëndësinë e tij. Megjithatë, më lejoni ta përmendi një rast, për shembull, e përmenda Mjedrën, të cilën e kemi pilotu në vitin e parë, e kemi për shembull një fermer në Lipjan, i cili është fermer që e prodhon mjedrën edhe e kultivon mjedrën, edhe ai fermer në 2 vitet e mëparshme ka blerë polisë dhe në të 2 vitet e mëparshme i ka ndodhur dëmi dhe është kompenzuar. Pra ai fermer është shumë i interesuar, ai na thret vetë dhe na thot kur fillojnë sigurimet. Po, kjo është një shembull shumë i mirë që do shta me e marë. Shumë bukur. Ndërkohë, zotri Bugari, juve ju kemi, si që ceka në fillim, edhe nga Ministria e Bujqësisë, do flasim edhe për subvencione që keni ndarë për bujqit, por në këtë rast, sa po e përkra Ministria e Bujqësisë këtë projekt, dhe duke qenë se sigurisht sigurimet e tilla do të ndihmonin edhe në kursimin e buxhetit të vendit. Kuptohet, si që tha për kolegja, Ministria e Bujqësisë e përka me 75% të prim sigurimit. Mirë po, sa do të ketë kostot buxhetore, ajo nuk mund të parashijet për arsye se varet për numrit të aplikuesve edhe varet për fermerëve se sa aplikojnë. Kështu që atin varet sa do të jetë interesimi i fermerëve. Damet janë çdo vit nga faktor të ndryshëm natyror, si nga breshëri, temperaturat e ulta, të larta, vërshimit, tjerë. Vitin e kaluar kemi pas, për shembull, gjatë muajit gusht kemi pas breshër në disa kulturat e grurit, në disa komunat e ndryshme. Po edhe ashtu edhe, domethënë, gjatë ne i dim që, domethënë, 3 muajt para, domethënë, krikut gushtit, shtatorët janë temperaturat ekstremisht larta, që mund të shkojë deri në 30-35 gradë Celsius, që ka ndikim tjetër dhe në tharësira, domethënë, negative në kulturët e ndryshme të bujqësore. Ministria e Bujqësisë, domethënë, çdo ditë promovon këtë program. Promovimi është të fermerët që me vedisimi që të blihet prim sigurimi dhe të sigurohet rendimenti i tyre. Domethënë se gjatë shkaktimit si që morë shembull të breshi, nëse bjen nëse bjen breshi në një sipërfaqe, gjithë rendimenti dëmtohet. Kështu që në këtë rast edhe nuk ka me mujtë më kompenzu. Në këtë rast me blerjen prim sigurimit ai domethënë i merr disa të ardhurat që ja mundson investimet në ato prodhimet ose në atë kulturë të për vitin e ardhshëm.
Sigurisht. Kur jemi të subvencionet, plani i subvencione sa keni ndarë në vitin 2022 në krahasim me atë që po ndani tani në vitin 2023? Programi 2022 ose 2023 ka një dallim në këto dy programet. Se programi për subvencione është program një veçare dhe dallon çdo vit. Si nga lehtësimi i kritereve, lehtësimi i dokumentave, domethënë ka forma të ndryshme të lehtësirave. Mirë, po dallimi ndërmjet programit 2022 dhe 2023 është se në 2022-ën thirrja është bërë vetëm një herë. Domethënë që fermerët mund të aplikojnë për blerjen e policave të sigurimit. Ndërsa në 2023-ën thirrja ka më bërë 2 herë në brenda vitit, çdo 6 muaj, domethënë 6 muajin e parë dhe 6 muajin e dytë, ku fermerët kur shkon do të kenë raste më shumë që të aplikojnë. Po, për atë arsye. Për atë arsye, edhe për atë është edhe që fermerët kur shkon e blejnë policën e sigurimit e paguajnë vetëm 25% të policës, ku me kompletimin e dokumentacioneve dhe ndryshimin në drejtorin përkatëse të Komendit Komunal, mandej 75% i paguajnë Ministria e Bujqësisë, domethënë kompanisë siguruese direkt. E qartë. Zonja Dautaj, në cilën kulturë bujqësore, të themi kështu, demet nga faktorët klimatik mund të jenë më të mëdha dhe rrjedhimisht ky sigurim mund të jetë më fitimprores? Dëmet në bujqësi kryesisht bëhen nga 4 faktorë klimatik. Faktori i parë është temperaturat e ulta dhe ngricat pranverore dhe dimrore, apo si quhen. Mandej janë temperaturat e larta, pra gjatë verës, kur ka temperatura shumë të larta dhe ndikojnë një kulturë specifike. Mandej rreshjet e mëdha të shiut, gjatë periudhës së vegetacionit, dhe 4 breshri. Pra në përgjithësi, këta janë faktorët klimatik që ndikojnë bujqësinë kudo në botë. Tani, në Kosovë, produktet të cilat janë në shitje momentalisht, i targetojnë 3 faktorët klimatik. E targetojnë temperaturat e ulta, ngricat pranverore, pra, dhe dimrore, temperaturat e larta dhe rreshjet. Përderisa kemi zhvilluar dhe produkte për breshrin, për këtë faktor, mirë po i cili së shpejti do të lanqohet edhe ai produkt. Breshrin e kemi bërë për 3 kultura, është molla, rushi dhe speci. Këto 3 kultura janë në përgjithësi, janë shumë profitabile, kanë potencial për eksport dhe kanë ndikim ekonomik në Kosovë, andaj kemi fillu me këto 3 produkte. 12 produkte tjera që i targetojnë faktorin klimatik ngrica pranverore, janë produktet që i përmena me parë, dhe kjo është një lloj i sigurimit indeks që e quajmë, i cili sigurim do me thonë organizohet në mënyrë të tillë në bazë të disa parametrave, do me thonë temperatura të ulta që shkojnë në minus, apo temperatura shumë të larta dhe që e ndikojnë kulturën përkatëse. Pra, për këto 12 kultura bujqësore, si që thash, janë të ndikuara shumica prej tyne për të gjithë këtyne faktorëve dhe ne i kemi bërë produktet që t'i adresojmë të gjitha këto rreziqe klimatike. E qartë. Këtë javë përmbyllet për ndryshe edhe kjo fushat për sigurime bujqësore dhe shitjen e policave. Sa jeni të kënaqur ju si ka ndikuar kjo tek bujqet dhe a janë arritur pritshmëritë tuaja me këtë projekt? Momentalisht ekipet e Ministrisë së Bujqësisë së bashku me ekipe të ekspertëve nga IFC-a janë kudo në Kosovë. Kemi edhe shumë komuna të cilat po na ndihmojnë që t'i organizojmë këto takime, pra po i ftojnë fermerët, po na japin hapësirat e tyre brenda komunës, kështu që ka interesim shumë të madh prej fermerëve, gjithsesi në mbar Kosovën, edhe ndoshta veç këtë javë ne kemi takuar me qindra fermerë. Vlen ta përmend, për shembull në komunën e Rahovecit, sot është një takim me fermerët e Rushit, dhe është duke vazhdu, do me thonë edhe ajo kampanja e blerjes së policave. Komuna e Rahovecit i ka ftu të gjithë fermerët dhe përpos subvencionimit të Ministrisë së Bujqësisë, komuna po e subvencionon si shtesë edhe 15%
të polisës sigurimit. Andaj, fermerit po i mbetet vetëm 10% e polisës. Kjo është një rast shumë i mirë në fakt. Kjo është një rast shumë i mirë që definitivisht vlen të përmendet. Përveç komunës së Ravecit, ku sot po mbahet kjo fushat, a ka ndonjë komunë tjetër, ose cila ka qenë komuna ose rajoni që ka pasur më shumë të interesim për këtë projekt dhe këto sigurimesh bujqësore, më falë? Kemi interesim sigurisht edhe prej të gjitha rajoneve, si që thash, komuna Ravecit ka qenë pionir në këtë aspekt duke ofru pra edhe një subvencionim shtesë, mirë po ka për shembull shumë interesim edhe prej rajonit të Kovragës, i Stogut, ku kultivohet më shumë molla, mandej ka shumë interesim edhe prej rajoneve të Shtërpcës, të Pëdujeves, ku kultivohet mjedra, mirë po për mjedrën ka kohë të blihet edhe deri në fund të majit, po produktet molla, rushi dhe këto produktet e para duhet të blihen deri me datën 10 mars. Ashtu është periudha e sigurimit. Zoti Bugari, cila komunë Kosovë e ka sektorin e bujqësisë më të zhvilluar në këtë rast, për shembull, dhe ku ndoshta edhe ky projekt do të ishte me fitim prurësi? Specifikisht nuk mund caktohet një komunë veçantë, por Rrafshi Dugaxhinit është rrafshi më bujqësor. Kështu që është komuna e Ravecit, domethënë që ka më një numër prej 3200 fermer aktiv, domethënë që mirën me aktivitetet bujqësore, mandej shkon Podojeve me 2200 fermer e me radhë. Po kështu që domethënë definitivisht specifikisht është Rrafshi Dugaxhini që është më aktiv në fushën e bujqësisë me kultura të ndryshme. E qartë. Ne kemi arritur kështu edhe në minutat e fundit të bisedës. Ju falenderoj shumë që ishit këtu dhe ndahet informacione më shumë ndoshta për gjithë ata biznesmen në sektorin e bujqësisë që janë të interesuar ndoshta edhe ta mbrojnë në një farë mënyrë biznesin e tyre. Faleminderit që ishit me mua. Ju uroj punë të mbarë. Faleminderit për ju e për ftesën. Faleminderit.